Sot po bëj një mesi me sallam dhe me speca. Para se të filloj, dua të falenderoj të gjithë shikuesit që më ndjekin, ku janë në çdo stet të globit, gjithë shqiptarët, si në Shqipëri, në Australi, në Kanada, në Amerikë, në Norvegji, të gjithë që më shkruani përgatimet e mia. Ju falenderoj nga zemra. Ju kërkoj vetëm të më shkruani një koment, ju pëlqejnë apo jo. Faleminderit shumë. Tashi po filloj me çfarë kam përpara. Këtu kam 3 sallam. Këto sallamët janë i marrë në dyqanet greke, është me presh më shumë, sallam i përpunuar me presh, edhe prandaj e bëj edhe me zarzavate. Këtu kam 3 speca të kuqe, të grira, në copa të vogla, të verdhë, të kuqe, speca është kjo, nga këto speca të tilla, edhe jeshile me 3 ngjyrat. Kam 3 thelpa hudhër të vogla të prera të imta, 2 lugë spec paprika që nuk djeg, 1 lugë spec që djeg, 1 çerek 5 lugë domate, mund të jenë e bluar domate, dhe këtu është domate me copa. Mund të përdorni dhe domate të freskëta. Unë e kam me copa. Pak krip dhe shumë pak sheqer, dhe një çik djath, dhe pak rigon për dekor në fund, dhe 1 çeregote derdhë të kuqe. Këto janë ato që përdor, tashi do kthehemi nga mbrapa nga tigani, aty ku gatuaj, dhe do t'i ndiqni nga afër. Po filloj me skuqjen e sallamit. Sallami, siç e shikoni, është i prerë në copa të vogla. Sallami ka i do, e dhja sallamin, dhe hedh me një pjatë. E lejmë këtu veç. Në vajin e sallamit hedh specat. Specat i lëm pak sa të zbuten. I shtoj edhe pak vaj specave që mos na digjen. I shtoj pak krip. Krip sa hapin gishta. Ju vë pak kapakun dhe i kam në kontrollit mos na digjen. Speci është zbutur mirë se do zhvijë me salcën. Duhet që ta ruajmë formën që ka speci, mos të dali lëkura veç dhe të uli specit veç. E feve që në pjatë kështu, si që është. Po në këtë djanë, hedh salcën e domates, ajo që është në copa. Mund të hirni si që thash dhe salcë të freskët.
Një herë pak krip salcës. Nuk i hedh shumë se ka dhe sallami krip. I shtoj vaj. I shtoj hudrën. I shtoj paprikën. I shtoj dhe djegësin, të dyja bashkë. Shtoj dhe belten e domates. Kjo është e shkrirë. Salcës i shoj pak sheqer sa të kapin gishtat, që të hiki ajo, mos të ketë atë thartirën domatja brenda, të jetë pak si ambël, jo domatje thartë. Pak sa kapin me atë gishtave, këtë sheqer për sipër. Nuk do më shumë, pak fare. Shikoj për krip salcën të ashti. E ka shumë mirë se ka dhe sallami prap salcën e vetë. Shtoj specat ashti brenda, të gjitha specat. Shtoj dhe sallami. I shtoj dhe qeregote vere. E shikoj dhe njëherë. Kripën e ka mas. I dhe kapaku. Edhe do të shikojmë për 10 minuta. Mbas 10-15 minutave, mezeja është gati. Do e nxjerrim në pjatë, do e shikoni. Kemi mezen, aty ku kemi mezen, kemi dhe gotën e rakis, shqiptar jemi, i marim traditat me vete, e duam një qik meze dhe një gotë raki e duam, se na i do shpirti dhe na i do xhani. Ju uroj shëndet të gjithëve ku do që jeni. Ju po të gjithëve.